Mirëmbrëma. Jemi në ditën e 21 të protestave. Është një protestë e cila ndryshon nga paraardhësit e saj, në fakt ngjashmëri ka vetëm me protestat e dhjetorit 91, por ato ishin më rezultative, në fakt prunë shumë shpejt ndryshimin. Këto me sa duket kanë ngjetur për një sër faktorësh, kanë ngjetur sepse teza që mbajnë është e ndryshueshme. Filluan me flamingot dhe kanë përfunduar te dorëheqja e Edi Ramës. Nuk kanë një artikulim politik dhe nuk kanë lider politik. Unë sot kam të ftuar një personazh i cili dikur ka qenë ekspert protestash, ndërsa tashti flet nga karrigja e ministrit. Jam këtu me Blendi Gonxha. Mirëmbrëma Visevlla. Faleminderit juve. Atëherë, 35 vjet përpara, e mbaj mend që ime motër, e cila ishte studente në atë kohë, më thoshte që është përmendte të ndryshëm që fliste, por është njëri i cili tallet me qeverinë dhe bën batuta dhe goditje shumë të lezetshme dhe i përmendte shumë prej tyre. Më vonë pastaj doli Azem Majdari, por unë nga protestat e dhjetorit ju kam fiksuar juve. Si i përjeton këto protestat e tanishme? Në thënë drejtën, një ditë qëlloj si qëllon algoritmi, shpesh të bën të shohësh atë që duket sikur të ngjall interes, edhe se duket nga kalimi shumë lajme këtë ditë me protestën, mbeta një ditë tek një vajzë, e cila thoshte në atë selfie video në saj, në vetë regjistrimin e saj që shikonin, ne kemi 35 vjetë që presim për këtë ditë, dhe neve na ka ardhur në majtundës. Do më thënë me pak fjalë pjesa e artikulimit shpesh dëgjuar, që është kjo, si themi, mbarsja nga një situatë e cila sipas disa të rinjve, të cilët po ti llogarisësh moshën, i bie që jo më pak apo diçka afërsisht sa 10 vjet apo pak më shumë apo pak përpara nuk kanë qenë as në moshën e pjekurisë, pra nuk kanë qenë me siguri as interesuar për kontekstin dhe për ngjarjet apo për problematikat e vendit, po ndoshta duke jetuar në Shqipëri natyrisht njeriu që në vegjëlie, që në rinie, që në moshën e të adoleshencës fillon krijon dhe ndërton një ide, ama njerëz të cilët me sa kuptoj nga mosha nuk e din se nga vim, nuk e din se çka ndodhur në Shqipëri. Me sa duket informacioni ka humbur në kohë, me sa duket jeta moderne, pra pjesa e rrjeteve sociale, gjithçka ne njohim sot dhe gjithçka ne kalojmë me shpejtësi disa sekondëshe, si lajme, si tituj, sot ka fshirë çdo gjë nga memoria kolektive dhe mendojnë se kanë 36 vjet që presin për të ardhur kjo ditë. Në fakt ne kemi, unë paktën kam 37 vjet që në kohën një vit e ca para se sa regjimi të përmbysej apo të rrëzonim diktaturën e cila e kemi thënë dhe herë tjera, mund edhe të kapitullonte vetë edhe pak vite më vonë, por ne duhet ishim aty që në filles, për aq sa ne mund të kuptonim, për aq sa ne realizonim në atë moment se ishte e mundur të ndërtonim, që të ishte një fillim i mbarë, një sistemi të ri. Dhe ne mendojmë se që atëherë deri tani dhe kemi shumë vite që punojmë për të ndërtuar sistemin e ri. Dikur ishte njeriu i ri, sot është sistemi i ri që ne zgjodhëm, që ne u bëm pjesë dhe ne zgjodhëm, si më thënë, me ndërgjegje për të patur një jetë dinjitoze, për të patur një jetë dinjitoze në çdo aspekt, në aspektin individual, familjar, privat, kolektiv, shoqëror, gjithçka krijues, domethënë shpirtëror, në çdo aspekt ne kërkonim një jetë dinjitoze dhe shpreha të bëjmë gjithë Shqipërinë të bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, ose gjithë Shqipërinë si Europa, se të qëndrojnë të dyja, vinte pikërisht me idenë që e para njëherë donin të ishin pjesë e një komuniteti shumë të madh dhe shumë të përparuar, që ishte ai komuniteti evropian që ne shikonim nëpër televizora të ndaluar, nëpër kanale, me zhurmusa. E dyta, pra kjo liri e parë ishte ajo që donim të arrinim që ne të ishim pa kufi drejt kësaj Europe, dhe e dyta do ishte që Shqipëria natyrisht dhe vendi jon, por ne atëherë e kishim shumë vështirë ta besonim se do bëhej dot që vendi ynë të ishte si Europa. Tani vite më vonë, disa dekada më vonë, natyrisht nuk ka kaluar shumë kohë, mendoj që ne kemi një problem që është koha për ta pranuar që ndoshta nga pikpamja kulturore, nga pikpamja e mendësisë demokratike, nga pikpamja e përgatitjes sonë për të jetuar në këtë sistem të ri, ne nuk jemi ende gati. Në shumë aspekte të
zhvillimit sotëm shoqëror, në shumë aspekte të realitetit tonë shoqëror, në shumë aspekte të sjelljes son ndaj të përbashkëtës, ndaj publikes, ndaj ligjit, ndaj rregullave, ndaj të gjithë temi kontureve që ka ky sistem, që është ky sistemi që ne e zgjodhëm me koshiencë, po e zgjodhëm me pëlqim, e zgjodhëm pa e ditur dhe pa e aplikuar kur si ishte, sepse ishim rritur në një errësirë totale. E ngatruam me anarkinë pak. Dhe kjo liri e madhe që ne u hasëm që në themi fillesat e vitit 1991, pas asaj errësire, kjo dritë përvëluese, po themi kjo dritë gati në fillim edhe që themi gati djegse, që ishte kjo drita e madhe e lirisë, që ne papritur nga ai tuneli errët arritëm të shikonim, për atë që atëherë konceptonim si liri dhe si një dimension i saj që kishte të bënte me jetën e përgjithshme, është në fakt një sistem shumë i komplikuar, shumë i vështirë për tu zbatuar, për tu ushtruar, për tu respektuar, dhe është një sistem i cili ka ca rregulla dhe ka ca nevoja për tu njohur dhe për tu përjetuar që e bën të vështirë ta aplikosh. Dhe neve ndoshta deri sot, dhe me vështirësi e pranojmë të gjë, nuk jemi ende gati për të jetuar në një sistem të vërtet demokratik, për shkak edhe të preardhjes, po themi për shkak të atyre viteve, për shkak të vështirësisë madhe që patëm nga kalimi direkt nga një regjim i tillë, si ai deri në 90-s, deri në ditët e sotme në një regjim i cili themi në kuptimin e funksionimit të demokracisë ka një dinamik komplet tjetër. Dhe kjo gjëja që kemi të bëjmë sot është goxha e komplikuar dhe kërkon reflektim, kërkon shpjegim, kërkon të diskutohet, kërkon... Duke u kthyer në 90-s, keni idenë që jeni shpërdoruar pak, siç kam frikë se po shpërdorohet edhe kjo protestë? Jo, dikush u përdorin. Unë faljush e kam thënë edhe këtu, edhe kemi biseduar edhe bashkë edhe në forume tjera, panele tjera, e në raste tjera, mendoj që ajo që ne jemi sot, dhe ajo që ne bëm, dhe ajo që ne përfaqësonim, dhe ajo që doli nga ai përfaqësim për atë që Shqipëria u bë më pas, është maksimumi i mundshëm i kushteve që ne na përcaktuan, qoftë ato brenda, qoftë ato jashtë nesh, qoftë ato rajonale, qoftë ato gjeopolitike, qoftë përkatësia jonë e pafat në bllokun lindor, gjithë historia jonë, fqinjët, pra interesat e ndryshme të shteteve rrotull, sepse sot ne shpesh gjykojmë gati një nivel, po themi në një formë gati romantike për vendin, për veten, për atë dheun e tjerë, por duhet zbresim me këmbë tokë dhe të kuptojmë që realiteti nuk është kaq romantik. Realiteti është shumë toksor dhe rrethohemi nga interesa të ndryshme. Kur ato konvergojnë, është natyrisht e jashtëzakonshme dhe kemi të bëjmë me realitete si ai i tregut përbashkët, Europa, pra Bashkimi Evropian e tjerë, por kur ato nuk konvergojnë, janë interesa të cilat punojnë kundër njëra tjetrës dhe ne vim nga ky rajon, ne e dim situatën në këtë rajon, ne trashëgojmë një histori shumë të shkurtër në rajon, sa i takon kufive, lëvizjes, edhe si shtet, edhe kështu që kjo gjë ka bërë që ne të kemi akoma shtete rreth nesh, të cilat shpesh kanë pasur agjenda krejt ndryshme nga tona. Dhe kjo gjë ka bërë që të japi ndikimin e vet, kështu që në një farë mënyrë unë mendoj që dhe këtu e kam të prerë të gjë me veten time që edhe nëse kthehem pas nuk jam pishmarr për asnjë gjë që kam bërë vetë personalisht, por edhe nga sa kuptoj nga Shqipëria që unë e njoh më mirë sot, nuk besoj se do kishim bërë dot më mirë se kaq në 36 vjet. Absolutisht kushdo që t'i kthehej me atë që ne trashëguam, me atë brumë që ne ishim, me atë dizidencë inekzistente në vend, sepse vetëm në mars-prill dolën burgosurit politik nga burgjet. Pjesa më e madhe e tyre ishin të shpikur, ishin, si me thënë, dizident që ishin burgjeve në kuptimin e emrit si të burgosur politik, por që shumica e tyre ishin shpikur nga sistemi, nga paranoja e viteve të fundit sistemit, ku vllai spiononte vllain, familja familjen, komshiu ose dënoi për një krim i fusin në një agitacion e propagandës. Nuk kishte dizidencë vërtet. Nuk kishim patur një klasë dizidentë vërtet, dhe kjo general lanë ato hapat e parë në duart e ekspertëve të Partisë Punës, të cilët ishin ata që morën në dorë Partinë Demokratike dhe që komprometuan në mënyrë të ndjeshme, mendoj, përfundimtare shanse që ne të kishim një opozitë dhe një Parti Demokratike e cila do sjellte në Shqipëri një standard të ri, të një rendi të ri demokratik, të një mendësie të re. Kjo gjë nuk ndodhi dhe tërë pastaj çfarë kemi pasur në vite këto që sot të rinjtë sot ndoshta nuk i dinë dhe
nuk kanë si t'i dinë dhe t'i kujtojnë, ndoshta se nuk kanë hapur historinë mbrapa, as nuk kanë parë historinë. U bëre pjesë e Partisë Demokratike në ato kohë? Unë isha një ndër themeluesit e parë të Partisë Demokratike dhe një ndër firmëtarët e parë të dorëheqjes nga Partia Demokratike që në 15 janar të vitit 1991, sepse pash që ajo parti nuk mund përfaqësonte të interesat e asaj lëvizje dhe nuk përfaqësonte të interesat demokratike që vendi kishte aspirat. Pastaj luftova fort që ne të reformonim PD-n, që ne të reformonim opozitën, sepse mendonim që gjithmonë shpresat ishin tek PD-ja. Në atë kohë, pasi nuk ja dolëm dot, u gjendëm rrugëve, ballë për ballë, pastaj krah për krah me Partinë Socialiste për të luftuar atëherë ata që ishin pushtet Partinë Demokratike, për të garantuar të drejta themelore, të drejta universale, zgjedhje. Kam idenë që kjo foto e këtu është një foto jotja. Votën, të drejtën e votës. Se tje po është një foto e kove të Komisionit të Grevës Uris në këtë foto, me sa po shoh, të shkurtit 1991. Kjo ishte pas lëvizjes studentore dhjetore, tu ishim pasi ne kishim thënë Partisë Demokratike që nuk mund të shkojmë përpara me Enver Hoxhën rrugëve, me monumentet e Enver Hoxhës, në nhijen e kultit të diktatorit. Kjo nuk mund të jetë dot një, si themi, një jetë që të themi, si me thënë, është një fillim i ri për demokracinë dhe për ne të rinj sidomos, ndërkohë që diktatori është duke bërë hije dhe duke soditur të gjithë ne nga çdo shesh i Shqipërisë. Kërkuam heqjen e emrit Enver Hoxhës nga Universiteti i Tiranës. Pra ishi të fokusuar ishte simbolike, kuptohet, ne nuk kishim asnjë gjë që lidhej me urrëtitjen ndaj askujt, kuptimin e familjes së diktatorit, ne kishim problem me faktin që PD-ja bënte sikur nuk e shikonte monumentin e diktatorit anë mban vendit dhe ne nuk ishim për një, si themi, marrje pushteti në kuptimin e thjesht një rotacioni administrativ. Ne donim që të kishim një rotacion i cili të kishte moral. Kjo ka qenë paktet në atëherë ideja jonë si student. Nga karrika e ministrit dhe pjesë e qeverisë Rama, e gjykon që është e barazvlefshme kërkesa për Ikë Ramizalia, Ikë Edi Rama? Jo, mendoj që ka ndryshuar komplet, siç e përmenda, si themi, vedia në këtë kuptim, them që i falet kësaj proteste dhe i falet një rinie e cila edhe për moshën, edhe për, si me thënë, mungesën e eksperiencës, edhe për mungesën e njohjes historisë, i falet politikisht, më thënë drejtën. I falet e mund një artikulim çapraz në kuptimin që, si me thënë, ne në ka armajt hundës tani të gjithë ju jeni tepër dhe të gjithë ju duhet zhdukeni pa pritur e pa kujtuar, pa asnjë diskutim, pa asnjë lloj shkëmbimi, si themi, asnjë lloj përballje, pa asnjë lloj analizet të informacioneve që janë në tavolinë, që mund të jenë në tavolinë, që mund të hapen gjithë të dhënat, gjithë faktet, gjithë vërtetat mbi një pretendim, mbi një pozicion, mbi një kundërshtim caktuar, për një projekt caktuar, pra pa u diskutuar asgjë, mendoj që është ai gabimi i madh që ndonjëherë bëjmë që e themi fjalën e fundit parën, është një moment shumë emocional, po them që i falet, është një moshë që edhe unë kur kam qenë shumë i ri dhe ne kur kemi qenë shumë të ri, nuk diskutohet që kemi mbajtur pozicione më ekstreme se sa po themi pjesa më intelektuale që zakonisht ka një pjekuri më të madhe. Po që thënë kjo, mendoj që është edhe një arsye tjetër që e ka bërë që të jetë kaq e shpenguar dhe kaq, themi, sanguine në kuptimin e emocionalitetit, kjo lloj lëvizje, sepse mendoj që shkalla e lirisë, shkalla e pritshmërisë, pra steka e pritshmërisë është rritur aq shumë, dhe unë për këtë jam krenar, se jam një nga bashkautorët, besoj, jo vetëm si ministër, por kudo ku kam punuar, jemi munduar që ta rrisim cilësinë e shërbimeve të jetës së njerëzve që kishin të bënin me shërbimet që ne administronim, në mënyrë të tillë që ata sot, shumica e tyre, shumica jonë, të kemi një pritshmëri shumë të lartë. Pra pritshmëria nga krahu tjetër është një medalje për shoqërinë në përgjithësi, sepse unë do doja shumë të kisha të bëja me një shoqëri që e ka pritshmërinë shumë të lartë. Tani, kjo është një gjë dhe kjo është legjitime, që ne duam që sot jemi absolutisht si kudo në Europë, që ne duam të kemi të njëjtat kushte si në Europë, por kur vjen puna pastaj që ulesh në diskutime që Xhaxhi mund të ulemi dot pak dhe ta diskutojmë se sa e kemi barën fiskale ne në Shqipëri dhe sa e ka një suedez, sa e ka një danez, sa e ka një dhe pse e kanë atë barë, dhe sa vite dhe sa shekuj kanë që ndërtojnë shtet.
Dhe pse kanë arritur në pikën e një besimi ku qytetari beson gjysmën e të ardhurat vetë atë shtetit dhe vetë deklaron ato me ndershmëri, kuptohet në një masë shumë të konsiderueshme, që këto shtete janë kaq fuqishme nga ana e mbledhjes taksave, të cilat i përkthejnë pastaj në të mira materiale dhe në jetë shumë mirë për qytetarët, kuptohet. Po që ky besim të vi, do shumë punë, do shumë përpjekje, në mënyrë që qytetarët kuptojnë që këto gjëra nuk mund të kërkohen dot me urdhër peshku, nuk mund të kërkohen dot. Jo, duhet të jesh aksioner, duhet të paguash që ti ke. I asaj që ti kërkon të. Dhe ti duhet të jesh, si më thënë vërtet, ju e thatë shumë bukur, duhet të jesh aksioner, duhet të jesh, si më thënë, bashkëpërgjegjës, po duhet të jesh dhe bashkëautor i asaj që ti do të arrish. Natyrisht tu lidhet pastaj me nivele përfshirjes, ka shumë njerëz që ndjehen të papërfshirë, nuk ndjehen të vlerësuar, ka njerëz që nuk ndjehen të motivuar, ka njerëz të cilët nuk ndjehen të marrë parasysh. Dhe këtu ka shumë për të thënë pastaj, për mënyrën se si edhe pse erdhëm deri në këtë pikë, sepse mendoj që një pjesë e atyre që janë aty janë ata që vinë nga një arsim skadent i dekadave përpara, që nuk janë përshtatshëm për tregun e sotëm punës. Sikurse kur kam biseduar me disa prej tyre që kërkojnë një shërbim shëndetësor dhe pensione të mira, i kam thënë, jeni gati të lini gjysmën e të ardhurave tuaja? Jo, thonë t'i paguaj shteti s'ka ku i merr. Po pra ka një xhepin tuaj do t'ja u marr. Ka një logjikë aritmetike, ekonomia, financa, ekuilibri, themi monetar, financiar, ekonomik, makroekonomik, unë kam mbuluar edhe disa detyra tjera përpara kësaj ministrie që po drejtoj sot, dhe natyrisht me shumë thjeshtësi dhe me shumë përullësi, se nuk mund të them dot që i di të gjitha, por që e di sepse jam në vetë të parë i përfshirë në shumë prej reformave dhe shumë prej formulave, projekteve, instrumentave që ne punuam të ngrëm, disa për tyre po japin rezultat sot, që ne të kishim mundësinë që të riparonim gropën e sistemit pensioneve, gropën e krijuar në vend për keq administrimin me vite, me dekada të pronës publike, të aseteve publike, mundësitë që mund të nxirrnin potencialin që këto asete publike mund të jepnin në ekonomi, por edhe kulturë, trashëgimi, inovacione që deri para pak vitesh nuk mendohej, por inovacioni në vitet e fundit u bë kryefjala e ekonomisë. Pra, ekonomi pa inovacion nuk ekziston dot më. Pra, është një nga themi themelet e një realiteti ekonomik në një vend sot. Ne punuam shumë fort që gjithë to komponent të rëndësishëm të zhvillimit të vendit i zhvillojmë shumë fort dhe cillim propozime, akte, projekt ligje dhe gjithë kjo, domethënë puna është e jashtëzakonshme që ka mundësuar këtë gradë zhvillimi dhe grada e zhvillimit është shumë e lartë. Tani, këtu ka ndoshta një nevojë për të komunikuar edhe më mirë, për të komunikuar edhe më shumë. Pra, jo lufta, po themi një përballje ndaj një lajmi të keq i cili shpërhapet më shpejt, ndoshta do bërë më shumë. Nga ana tjetër mund edhe të mendojmë që mund të punosh dhe mund të bësh gjithçka shumë mirë dhe mund të jesh prapë, si më thënë, i diskutueshëm. Dhe kjo është normale në demokraci, se mund të jesh gjithmonë i diskutueshëm. Puna është që çfarë, si, pse, si më mirë, me se do bëjmë më mirë. Interlokutori juaj që keni përballë, dikur ishin pedagogët që ishin midis studentëve dhe qeverisë, dhe ishin ata interlokutorët e qeverisë. Këtu nuk ka më interlokutor. Ata 4-5 që shfaqen lënë shumë për të dëshiruar për nga niveli intelektual. Dhe kjo e bën edhe që duket si një protest pa kokë, më tepër me një synim të fundit të rrëzojmë me Diramën, po çfarë vjen mbrapa, që nuk mund t'ja lejojmë më këtë vetës, pa një plan B. Aty ka qëndrime që nuk e kursejnë veten, por nga pikpamja e lëndës e përmbajtjes, ka dhe qëndrime të cilat janë, si me thënë, tërësisht iracionale. Domethënë janë tërësisht jashtë çdo logjike në kuptimin e asaj që frymëzojnë që ata që i ndjekin, si me thënë, do mendojnë ose do besojnë. Edhe kur dëgjonë shumë prej podcasteve qëndrime të nivelit në datën 28 do vinë, do e marrin kështu, pastaj do ta marrin zvar, pastaj në datë 2, por nuk hiku do bëjmë kështu, pastaj në datën 3 nuk do jetë më, pastaj do vinë çifutët, pastaj do vinë amerikanët, pastaj do vinë NATO, pastaj do vinë. Domethënë kur ti dëgjon këto podcaste, me vërtet të vjen keq për pjesën e asaj që duhet ishin, pra, si themi, fitilat e kësaj furnelle, e cila do duhet të jepte çlironte energji për të zjerë një si themi një lëndë e cila duhet ishte në interese, në të mirën për të mirën e vendit,
Në fakt po ta vësh re janë, si më thënë, burime e zjarit të pakontrolluara, të cilat janë çdo lloj themi projekcioni normal, racional, të cilat mund të çojnë edhe ndoshta në situata që nuk janë të mira, jo vetëm për ata vetë, por edhe për një plejad të tërë të një shpresë, të një brezi, të një grupimi, të një grupi shoqëror të cilët edhe vetë do të ndjehen të zhgënjur nga ku po shkon, si më thënë, kjo lëvizje. Dhe nuk e kuptoj sa po ka një mundësi për të artikuluar pak më mirë, ose sa po ka një mundësi për të dëgjuar 2-3 zëra pak më të zgjuar, del në majtë të podiumit një grua nga Durrësi dhe thotë që të kthehemi bitë tanë, të rrëzojmë qeverinë e tjerë, dhe pash ishte Filania, nuk po e them emrin, i shëmbet kati shtesë i legalizuar në një 4 kaç në Durrës, në zonën tit ku ne duam të rjetëzojmë një për projekteve më të bukura, që është rrotull amfiteatrit të antik të Durrësit, dhe që do të ketë një impakt jashtëzakonshëm ekonomiko, social, turistiko, si më thënë, identitar të gjithë Durrësit dhe të Shqipërisë. Pra Durrësi kthehet në një zonë e cila ne po aplikojmë, po bëjmë dhe letrat edhe deri dhe për UNESCO, dhe do jemi në një realitet i cili pak vite më vonë kush flet keq për atë projekt do t'i vi me vërtet zor. Ajo që i mungon në fakt turizmi shqiptar. Tani personazhi ishte në majtë të protestës në mes bulevardit, duke thënë që për shkak se mua do më shëmbin një shtesë pa leje të legalizuar, po do të ma shpronsojnë, jo do ma shëmbin pa ma shpronsojnë, po do ma shpronsojnë, po nuk më pëlqen sa lek m'japin. Dhe kjo do e bëj Durrësin më të bukur, dhe këtu do ketë një projekt i cili do zhvilloj pjesën si themi, të një transformimi urban të asaj zone aty. Qohuni burrat, rrëzojmë qeverinë. Dilni ju nga godina e qeverisë dhe ikni se nuk ju duam më. Domethënë, nuk e di, është një situatë që po ti marrësh një nga një, pastaj të vjen dhe vërtet keq. Tani, që aty ka dhe mirësi, që aty ka dhe lirësi, që aty ka dhe naivitet, që aty ka dhe shumë kreativitet, që aty ka artistë të cilët ne i njohim. Ne jemi, unë vi vetë nga shkolla e arteve, dhe e di shumë mirë që ne jemi më të papërmbajtshëm në vokacione, në gjithë gjërat. Ne jemi natyrisht ata që i japin ngjyrë ekspresionit edhe domethënë shprehjen në përgjithësi, dhe e kuptoj shumë mirë që ata janë atje dhe ata e ndjejnë këtë gjë në një formë krejt tjetër, dhe e kuptoj pjesën e të rinjve të cilët janë në atë protestë sepse duan absolutisht diçka tjetër sot, edhe duan që sot, dhe nuk kanë durim dhe duan që sot. Po ta dinin se sa pa durim janë shumica nga ne, e se ç'bëhet në nivelet po themi qeveriset qendrore, që ne kemi plot shere mes ne sa i takon vonesave, problemeve, një projekti që nuk shkon mirë, po një projekti që ka dhe probleme procedurale, po ka dhe administrat, po ka dhe kujdesja zakonshëm që letrat jenë siç duhet, po kemi dhe audicione, po kemi dhe kontroll shteti, po kemi dhe këto, dhe ka shumë raste që gjërat nuk ecin në shpejtësinë që ne duam të ecin, dhe ne jemi shumë mërzitur për shumë për projekteve tona. Ne kemi një kryeministër i cili, po ju them, nuk e egzageroj, ky nuk është spond që po bëj, dhe nuk është Blend Gonxha për Edramën, as ministri për kryeministrin, por nëse do kishte një etalon matës, ai do ishte më shumë protestues se disa prej shumicës atyre që janë protest sot, sepse ai është personi më pa durim për vonesën që ka qeverisja, mos shkatësinë, avashllëkun, etj. Po janë gjëra të cilat duhet, dhe shpesh këto çojnë ndonjëherë dhe në gabime. Pra mungesa e një durimi sa i takon një procesi. Dhe këto gjëra ne i vuajmë vetë, ne jemi pjesë e kësaj shoqërie. Unë banoj vetë në Sauk. Ne kemi probleme me ujin Sauk. Ne kemi probleme edhe me rrugët. Ne kemi probleme edhe me plurin. Unë banoj në Sauk, ne jemi këtu se nuk jetojmë Mars. Kështu që ne i dim shumë mirë betejat tona, ne jemi dhe drejtues politik, jemi përfaqësues politik, punojmë në për zona. Nuk është se ne nuk i dim problemet. Tani që ka një mentalitet që ne duhet ta luftojmë, që është politizimi i administratës. Kjo do luft pa kompromis. Nepotizmi do luft pa kompromis. Që është militantizimi ndonjëherë i çdo aspektit sektorëve të shoqërisë sa i takon një interesi partijak, që është partia që tenton gjithmonë të rrëmbejë nga shteti. Ne vim në vitin 2013, ne nisëm me një parti që ishte me pak përqind dhe që donte 30% administratës. Ne u shkëputëm me shumë vështirësi nga kjo formulë. Dhe mezi në vitin 2017 arritëm që dilim në një timon të vetëm.
Tani, I cili dhe ajo do kohën e vetë. I cili dhe ajo do kohën e vetë, por në 2019 të vinë 2 tërmete, të ulin gjujnë, 2 vjet, 3 vjet ekonomikisht je sfiduar totalisht. Pastaj ke një pandemi. Të mërshme. Tani, nuk është se këtu ka qenë resurset pafund, gjithçka ka qenë flori dhe bitum, dhe këtu ka qenë gjithçka që fuqit kanë qenë gati në për fusha dhe në për puse, dhe neve këtu nuk ditëm se si ta tregtonim të pasuri për ta pasur me njerë në shërbim të gjithë njerëzve. Ka pasur probleme, po ka pasur edhe shumë sfida që ne i kemi fituar. Unë tani po mundohem se gjua të shkon të flasë si politikan, po kur e mendoj dhe kur e kthej mendjen time pas, ju them që këto nuk janë 36 vjetë që mezi që në ka ardhur deri këtu. Këto janë pak vite, ndoshta një dekadë, gjysmën e heqim me ç'na ka ndodhur dhe ç'kemi kaluar, dhe këtu kemi pak vite që ne po mundohemi ta drejtojmë këtë histori të këtij vendi atje ku duhet. Dhe nuk është se është një periudhë që mund të jetë që mund të justifikonte këtë lloj, si themi, dënimi që kërkon një pjesë e këtyre protestuesve, po themi, ose ata që mund ta kenë edhe pa të keq, po themi, që mund ta kenë si një gjë që e formulojnë në kokë. Dhe precedenti që ne do krijonim është shumë i rëndë, sepse e para një herë kjo duhet se s'bën të marrë në analizë kushtet. E para një herë duhet të jesh i ndershëm dhe duhet kuptosh kush ka qenë çfarë në këto vite në Shqipëri. Se s'jemi të gjithë njësoj. S'kemi të gjithë njëjtën përgjegjësi. Po më është e rëndësishme që ta ndajmë edhe këtë punë. Pra dhe ne kemi nevojë të kemi një meritokraci historike. Kështu që nga ana tjetër pastaj është çfarë është precedenti dhe standardi që do vendosim. Domethënë unë po të mbledh 25.000 veta. Jo se kam 25.000 vota nga votimet e fundit, sepse vetëm unë si deputet kam 25.000 vota nga votimet e fundit. Ta zëm se i fërshkëlleva këtyre fëmijëve dhe i nxora në bulevard. Do të thotë që çdo kush që është në atë godinë duhet ikë, se këtu me 25.000 veta i bie që unë dal, mbledh 25.000 veta, ri në bulevard dhe them hik ti se shumë më erdhi mu, po nuk e kam idenë çfarë do bëj. Fare, po domethënë ik ti herë. Kupton, domethënë ideja është që nuk mund të funksionojë kështu, sepse ne përfaqësojmë shumë njerëz, edhe nëse ata mund mos jenë 853.000 dhe mund të ketë ndoshta një numër i cilët ndoshta nuk e mendon njësoj si 11 maj, për arsye të ndryshme. Reflektim, ngjarje, situata, kronik. Hey, përfaqësojmë shumë njerëz. Dhe kemi dhe përgjegjësi, nuk është se këtë e themi me mburje. Kjo të preson. Po nuk mund të tallemi me atë përfaqësi. Po s'mund të tallemi me atë përfaqësi, unë vetë, edhe sikur doja sot thoya, disi po u preka. U preka, po e le fare. Po si mund unë kam përfaqësoj 25.000 veta në rang qarku, në 5 bashki, të cilët shohin tek ne, te disa nga ne që na kanë votuar dhe kemi qenë në listat hapura, nuk po flas për listat mbyllura, dhe përfaqësojnë pra mes nesh zërin e tyre. Tani kjo nuk mund të funksionojë kështu. Atëherë si ndërtohet kjo gjë që kemi zgjedhur ne, me vetgjyqësi apo kemi zgjedhur një sistem? Kjo do durim, kjo do maturi, kjo do dhe një mirëkuptim mes sojit. Domethënë në shtëpi, ne jemi në shtëpinë tonë. Nëse do bërtasim më shumë që të na dëgjojë dhe gjithë mhalla, okay, po bërtasim më shumë na dëgjojë gjithë mhalla, po hallet e shtëpisë që janë në shtëpi. Ky është soja jon, kjo është shtëpia jon. Ne kemi zgjedhur një sistem. Ky sistem thot matu dhe verifikohu me perceptimin dhe me sentimentin popullor që merr në votimet e radhës. Në vitin 2027 kemi votime për pushtetin vendor. Ne i kemi ndryshe nga disa shtete, të gjitha njëkohësisht. Nëse ne në 2027 ham një dajak të fortë për arsye që mund të lidhen dhe me protestën, ky është një perceptim i cili provohet dhe është aty. Atëherë ti ke mundësi të flasësh, atëherë të ravizohen forcat, të mblidhen, të organizohen, të bëhen dhe të përballen, dhe të votojnë një krah, që votojnë dikë, të votojnë dikë nga disa që mund të jenë kandidatë. Tepër je në një moment që ti nuk thua dot kush do ta zëvendësojë vendin Gonxhën. Mirë, po iki unë. Po se kam të drejtë, domethënë unë nuk e kam të drejtë që papritur e pakujtuar të them unë po e lej. Kupton, edhe sikur ti je i lodhur dhe i raskapitur nga puna që ke, ti nuk e ke këtë drejtë. Kjo nuk është e ndershme që mund ta bësh. Dhe vetë ata duhet ta kuptojnë që nëse ne do e bënim të gjë, kjo nuk do tregonte asnjë si themi, asnjë respekt dhe vlerësim as për ata. Se ata nesër do ishin përsëri votuesit e dikujt tjetër. Dhe nuk është ky standardi jonë, dhe nuk mund të jetë vetgjyqësia. Që unë kam tani një ide që ju s'bëni, por nuk ka rëndësi faktet dhe shifrat. Thjesht mua më vjen tani të mendoj që ju nuk bëni. Boll. Kupton, kjo nuk mund të funksionojë kështu. Nuk e kemi bërë, nuk ka qenë kur. Ju kanë caktuar dhe vendin në burg. Dhe ç'të them, e cila me formën e mendoj që nuk është e merituar, dhe unë mendoj që shumica e tyre po e metabolizon
vetë protestën, shumica atyre po e kupton. Kam ide në shumica e popullit, sepse tashmë ka mbetur vetëm një bërtham 1000-2000 vetash që janë të identifikueshëm. Por atëherë largohemi pak nga protesta. Marrëdhënia me Edi Ramën e cika edhe përpara je një bashkëpunëtor i vjetër i tij, dhe mendoj që drejtoria e patentave, po i bie shkurt siç e njohim ne shqiptarët, ishte një lloj trampoline për juve. Unë ju mbaj mend edhe kur keni qenë bashkë, keni qenë i pari që keni bërë asfaltimin duke gryer asfaltin e vjetër. Po, te rruga Kavajës. Te rruga Kavajës, e mbaj mend makinerinë erdhi nga Italia. Pastaj morë drejtorinë e patentave, një drejtori e cila duhet thënë që në përgjithësi s'ka lidhje me administratën shqiptare, është eficiente, moderne dhe të duket sikur që nga momenti që hyn në zyrat, hyje në një ambient perëndimor, domethënë, dhe u bën të rëndësishme. Pastaj kjo ndoshta shërbeu si trampolin, po është ndryshe drejtor dhe ndryshe ministër. Ti e ke marrëdhënien tash ti. Dhe mos harrojmë që ke ministrin që jo prish lek, po fut lek. Se Kollajti është ministër i transport ekonomisë, prish lek, për të futur lek. Turizmi, sidomos turizmi dhe kultura, janë investitorët më të suksesshëm, mendoj unë, të ekonomisë vendit. Jo vetëm se kemi 24% të GDP-s direkt nga turizmi, po sepse vlera që shton në përgjithësi, pra gjithë pjesa e promovimit dhe pjesa e një vendi më të mirë për të jetuar, dhe në fakt është e gjitha e lidhur me të jetuarit bukur. Pra një vend që jetohet bukur është rrjedhimisht një vend që në çdo diskutim jetohet më mirë. Edhe të jetosh bukur do të thotë që të jetosh në ambient më të bukur, të jetosh në një peizazh më të bukur, të jetosh në një qytet më të bukur, etj. Dhe kreativiteti, pjesa e aktiviteteve, kalendari, aplikacioni TEA dhe gjithë këto gjëra, disa prej tyre nisur para se unë shkoja. Më bëri përshtypje, nuk e dija, ma tregoi çuni i regjis, mua që është një që i tregon të gjitha ata dhe për arkeologjinë dhe ndihmon që të kesh më shumë informacion dhe po mundohemi ta modernizojmë dhe më shumë. Tani kemi futur dhe inteligjencën artificiale, pra kemi guida të shumta të gjithë shkaja që ndodh në vend, edhe çfarë të pret, domethënë edhe pjesa e një plani për të pushuar, për të argëtuar, për të marrë pjesë në për aktivitetet dhe evente, dhe po shkojmë në nivele që po e promovojmë edhe më mirë vendin tonë dhe efektet besoj që janë të dukshme. Kthen shumë para në ekonomi, angazhon shumë rini, ministria që unë drejtoj dhe prandaj e ka me shumë qetësi çdo gjë që do them edhe për protestën, sepse unë e di që në protestë nuk diskutohet, ka material njerëzor me cilën unë punoj. Dhe duhet jem dhe shumë i kujdesshëm. Kam dëgjuar një ditë. Po Edi Rama që ka të votues të mi aty, domethënë? Po patjetër mund të ketë, jo, të paktën që unë punoj me patjetër. Kështu nuk diskutohet fare, dhe nuk diskutohet që unë do doja që votuesit e mi të ishin njerëz të lirë, kështu që nuk diskutohet që njerëz të lirë aty ka, dhe nuk diskutohet që një pjesë e asaj që ata bëjnë edhe është edhe prej lirisë si kanë, po kam ndikuar shumë, besoj, dhe për këtë ndjehem shumë mirë, që ata të ndjehen sot të pavarur, të ndjehen autonom, të ndjehen të parezikuar. Një pjesë e mirë e shpërfaqjes së asaj që ata duan të thonë sot vjen edhe nga fakti që sot nuk janë të rrezikuar. Unë jam i bindur që shumica e tyre janë të parezikuar, siç kemi qenë ne. Ne kemi qenë të rrezikuar deri me jetë, me gur nga kaq, nga xhamat e shtëpisë në katë dytë që kam qenë unë tek xhamlliku, me fëmijën e vogël disa muajsh, herë isha herë sisha. Babai me 2 fek pas derës ruante që paramilitarët e asaj kohe të 97-s se sambistë e tjerë mund të hynin në shtëpi. Bashortja ime ka qenë domethënë aq e re sa, domethënë babai im mbronte djalin tim atëherë, se ishte djali i parë, mbronte bashortën time, mbronte nderin e familjes, sepse kështu ka qenë koha që jetonin. Në pallat ishte gjysma me Saliun dhe gjysma ishin armiqtë e vendit dhe të popullit, që ishim ne të tjerë. Dhe po këta sot nuk e din çka kemi kaluar ne dhe nuk e kuptojnë fare se ç'kemi luftuar ne. Jo, sepse një pjesë e elektoratit, një pjesë e njerëzve të rinjtë sot kanë frikë kthimin në 97-s. Sidomos ata që janë 40 vjeçar. Dyshoj që pjesa më e madhe e të rinjve nuk para e din çfarë kanë. Jo të rinë ndoshta jo, po. Dhe nuk e din që deri në 2013 ne kemi luftuar për lirinë që ata kanë sot dhe kanë në përduar dhe po e përdorin. Meqenëse mos harrojmë që para 11 vjetësh 12 vjetësh u palosën në bulevard. Po për momentin mendoj që nuk po e përdorin siç duhet, por gjithsesi fati i tyre është që ata kanë një liri, mendoj absolute, përveç kushteve, të cilat janë ato që Shqipëria ka, dhe ne nuk mund të bëjmë dot papritur që Shqipëria të jetë një parajs nga çdo pikpamje.
në vetëm 13 vjet apo 14 vjet. Dhe në këto 14 vjet ju thash ato vitet që duhet i heqim sepse nuk mund t'i llogarisim dot në shpejtësinë e kësaj qeverisje. Kështu që un kam qenë shumë afër me kryeministin sot, kryetarin e bashkisë dje, ish ministrin e kulturës një periudhë që ka qenë Edi Rama në kohën kur ishte shefi i tij i kabinetit, natyrisht jeta më ka lidhur që në bankat e Akademisë Arteve dikur i la, ai ka qenë profesor tek ne, kam pas të bëj gjithmonë me nivelin e profesorëve sepse me profesorë duke qenë një tip shumë protagonist si karakter, si vokacion shumë ekstrovers, më lidhte sepse ata shikonin një përfaqësues. Tash për më i qetë në fakt, po ta shohësh. Po sepse tani unë duhet ta mas mirë atë që them, sepse përfaqësoj shumë të tjerë, një, dhe kjo qetësia ime nuk është e shtirur, natyrisht, po është rezultati unë mendoj që duhet të jetë kështu sepse ndryshe do ishte gabim. Domethënë do ishte gabim që unë të merja kot, edhe të flisja në emër të një blendi i cili përfaqëson vetëm veten. Nuk e përfaqësoj vetëm veten dot. Unë nuk jam në një punë që e kam kërkuar, por kjo nuk do të thotë që unë të sillem sikur ma kam për borxh. Këtu apo kudo qofsha. Mundoj të bëj punën time me shumë përulësi dhe mendoj që është një nga elementet që po ta kuronim më thellësisht edhe po ta kishim edhe më shumë pjesë tonë në shoqëri, kudo, në marrëdhënie me qytetarin, marrëdhënie me shërbimet, marrëdhënie me institucionet, do na ndihmonte shumë. Shpesh e marrim si të mirëqen edhe pushtetin, edhe votën, edhe mandatin, edhe kjo gjë natyrisht që është normale, janë tentacione që ndodhin. Domethënë të duket vetja sikur njerëzit ta kanë për detyrim që të kanë zgjedhur. Në fakt nuk është kështu, dhe duhet mos bijem në këtë grop. Sepse por në këtë gjë mund të bësh që të kesh një reagim shumë negativ nga ana e qytetarëve. Qytetarët janë shumë zgjuar. Unë e di që shumë prej tyre na kanë zgjedhur ne rishtas dhe ndoshta vijojnë të na zgjedhin ne edhe sepse ka munguar një alternativë e vërtet në kuptimin që ne kemi qenë natyrisht shumë më të mirë se sa pala tjetër, po defektet tona na i kanë falur edhe për shkakun se nuk ka pasur një alternativë. Dhe kjo më bën gjithmonë më shumë që unë vetë mendoj kështu, që me ato opozit ne duhet jemi akoma më të kujdesshëm, ne duhet jemi akoma më të vëmendshëm, sepse mund të jemi këtu edhe për shkakun se nuk janë ata. Dhe kështu që kjo është shumë e rëndësishme që ta, dhe kjo më bën ndoshta të dukem si pak më i programuar, po ideja është që është kjo gjë që nuk diskutohet, është një pushtet shumë i madh. Janë 83 mandate, nuk të fal njeri me asgjë, nuk ke alibi, s'ke asnjë justifikim. Pra nuk ka justifikim që mund të thuash. Sepse qytetarët me drejton ti kemi besuar, po thuaj se të gjitha. Ajo që unë kërkoj më shumë sot në këmbim, njëra ju iku, 82 keni aktualisht. Okej. Si e tha zoti Klosi, një nga pak shprehet që më ka mbetur, që e vlerësoj shumë nga sekretari i përgjithshëm, është që e reja, domethënë hapja dhe e reja ka kosto. Kështu që po normal, është normal. Dhe thënë kjo nuk është asnjë lloj drame apo tragjedie që një njeri të marrë një pozicion caktuar, edhe politik, edhe individual. Okej. Me Edi Ramën më shkurt. Domethënë, është një lidhje organike, nuk është një lidhje që të ketë qenë ndonjëherë një lidhje interesi. Dhe atë presionin që tham, sepse jam i bindur që padurimi i tij, domethënë e bën shpeshherë ndoshta t'i shty bashkëpunëtorët më shumë se sa duhet t'i shty. Unë besoj që ai e di që shumë nga bashkëpunëtorët e tij, besoj një pjesë shumë e madhe ai mundohet me kujdes të zgjedh më të mirët, sepse është normale, është interesin e tij dhe të qeverisjes, nuk ka nevojë të motivohen me asnjë lloj presioni, sepse lënda jon, ne, karakteret, për zgjedhja e tij është e tillë që njerëzit jenë absolutisht nga më të motivuarit për të punuar. Por kjo nuk do të thënë që ai të kënaqet me ritmin që secili nga ne ka ose mban, kështu që ne jemi në dy lloj presionesh. Pra është edhe ritmi, natyrisht presioni shumë i lartë dhe është dhe presioni i pritshmërisë së lartë të tij tek ata që ai ka një besim shumë të madh. Unë jam i nderuar që ai e ka këtë besim dhe marr presionin e tij gjithmonë si një generator të dy fish që domethënë, okay, unë e di që ti je i motivuar dhe nuk ke nevojë për mua të presoj, po ti duhet ta dish që unë pres shumë nga ju dhe ju duhet bëni edhe më shumë në këtë aspekt, sepse duhet ndihmojmë edhe të tjerët që mund të jenë më të rinj. Jo të gjithë janë me të njëjtën eksperiencë, jo të gjithë kanë të njëjtën prerje në jetë me të gjitha ngjarjet që kanë kaluar në administratë, në shërbime e tjera, jo të gjithë kanë të njëjtën
natyrë, kuptohet disa kanë disa gjëra shumë më ndryshe nga të tjerët. Kështu që ne jemi një ansambël, ne jemi një ekip, mundohemi që të jemi sa më komplementar. Edhe ai është një dirigjent i një orkestre shumë të vështirë, në një sallë dhe auditor që, si themi, zgjedh të vinë në këtë koncert, ka zgjedhur të vinë në këtë koncert, por nuk është të thënë që domosdoshmërisht i pëlqen shfaqja që ne bëjmë. Kështu që ai e jeton me një rëndësi shumë madhe që edhe performanca e qeverisë duhet jetë e mirë, pra edhe ajo që ata shikojnë duhet jetë e mirë, po edhe duhet jetë një pjesë e luajtur në perfekcion. Pra ai mundohet shumë që ta japi këtë maksimum të veten dhe neve na bën përshtypje se si ja del. Pra kur ka momente që do të justifikosh se si ti po ja del vetë, është se si ti e gjykon që po në kohë që ti ke të ngarkesë, dikush tjetër ka atë ngarkesë, dhe ai ka një super ngarkesë, dhe gjithë ne jemi një pjesë një Zoti Konçe, kemi e një të tëre. Pikën e nxehtë. Domethënë, unë jam i bindur që ata që përtasin për Zvërnesin, 90% atyre nuk e din ku bie Zvërnesi, ja din te pylli i sodës, se kanë idenë se është më larg, madje pjesa që do ndërtohet, unë ja u kam treguar shumë vlonjant, sepse unë ka 15 vjet që e bëj plazhin aty dhe e kam eksploruar komplet atë zonë, në tokë, në ujë dhe në ujë. Pjesa më e madhe e tyre nuk e din se ku bëhet. Unë kam qenë ndër ata që kam dashur fort të bëhet, madje, dhe këtu është e keqja, ata që janë aty në Zvërnec, që jetojnë në Zvërnec, duan që të bëhet. Unë i njoft Labi, Nikon, me në tjetër, më thonë, aman të bëhet, se do vinë ata, do na hapet punë edhe neve. Megjithatë ju ka bënë një pozitë të vështirë. Ti si ministër i turizmit, edhe i turizmit, si e shikon këtë? Unë jam konflikt interesi sepse sektori që drejtoj dhe portofoli i turizmit në vetvete natyrisht që është pro. Nuk diskutohet që ky sektor punon intensivisht që të tërheq investitor. Pra puna ime është që kudo ku shkoj, kudo ku ulem, të flas që Shqipëria është një vend mik i investimeve dhe mik i propozimeve që ka të bëjë me investimet në fushën e turizmit, sidomos kur ato janë elitare dhe cilësore. Me elitare nuk duhet të them vetëm për pasanik, se nuk është kështu. Pra elitare do thotë që të jetë për të hyrë në disa tregje dhe për të afruar një lloj turizmi i cili është sot në kuptimin e llogarisë më ekonomik se turizmi masiv. Domethënë, të jetë elitar do thotë të jetë më ekonomik. Absolut. Sepse turizmi masiv është më jo ekonomik. Në mënyra duket sikur turizmi masiv është ai lirë, është ai low cost, është ai hajse rregullohena. Por ky turizmi masiv ka një kosto të jashtëzakonshme për trajtimin e pasojave që lë, për trafikun, për ndotjen, për trajtimin e mbetjeve, për pastërtinë. Çdo gjë, çdo lloj aspekti që lidhet me pasojat që ka është domethënë dhe këtë e përmendi edhe sot në një takim që kishim edhe KM-ja vet, edhe kryeministri, që nuk e kemi këtë gjë sepse ne po interesohemi për vende të cilat do të jenë thjesht luksoze në pamje. Pra pas kësaj strategjie nuk diskutohet që ka një llogari, dhe kjo llogari është që vjen një moment që rritja në numrat të turizmit duhet të përkthehet se s'bën edhe me një përmirësim të nivelit investimeve, të cilat shkojnë te turizmi shumë cilësor. Të shpenzimit për frym që dhe shpenzimi për frym që duhet të jetë shumë herë më i lartë dhe gjurma negative që duhet të jetë më e vogël. Ky kombinim është ai që të bën të shkosh drejt këtyre strukturave dhe pastaj turizmi i organizuar, ku ne trashëgojmë turizmin të organizuar shumë të ulët në numra, as 10% gati para 2 vitesh, dhe me zor ka përsëri 10% në vjet, që do thotë turizmi i organizuar është ai i cilin ti e shtrin, ti e programon, ti e çon jashtë sezonit, ti e çon në përvende me oferta, ne këtu kemi qenë shumë brapa. Dhe kjo është pjesa që të bën të jep mundësinë të organizosh. Nuk organizon dot me një ke çuni jazz, një ke çuni tezës. Domethënë do organizosh në vende ku ke në një resort ke dhe fushat, në një resort tjetër ke sallat të konferencave, në një resort tjetër ke vendin ku bën retreatin dhe ku bën shfaqjet, në një resort tjetër ke amfiteatrin, në një resort tjetër ke, pra në këtë mënyrë që përfshihet, kuptohet, deti, mali, diku bora, diku
aktivitetet tjera cilat mund të jenë në natyrë, aventura e tjerë, mirëqenia, wellness siç quhet të tjerë, të gjitha këto pastaj janë bashkë bëhen dhe kombinimi i këtyre dhe shitja në mënyrë kolektive të strukturuar, të, si më thënë, të zgjuar, të një produkti dhe oferte turistike, e cila të merr të nxën numra, por të nxën numra cilësor në të njëjtin volum, të rrit numra në të njëjtin volum toksor si përfaqësor, po të rrit shumë në numra ekonomik, ky të bën pastaj që të kesh profesionet që punojnë aty të jenë me pagat më të larta të mundshme, ky të bën që të mos emigrosh më për të qenë shef, mos emigrosh më për të qenë si themi menaxher hoteli, mos emigrosh më për të qenë, nuk ka nevojë të emigrosh më, se mund të kesh një pagë të jashtëzakonshme në Shqipëri. Kjo pastaj përfshin ju e dini vetë që e merrni me mend dhe këtë nuk ka nevojë, ndonjëherë më vjen dhe keq kur shoh njerëz të cilët jam i bindur që e kanë intelektin ta kuptojnë që ajo që themi ne është kështu dhe nuk ka nevojë ta diskutojmë, që kjo përfshin bujqësi, përfshin produkte vendase, tokën, marinat, ata që do merren me kujdesin e jahtëve, detin, ekonominë blu, ekonominë e pyjeve, ekonominë domethënë që lidhet me, pastaj nuk diskutohet për pjesën e trashëgimisë qyteteve e tjerë, dhe gjitha kjo bën që ne të kemi vende destinacione të cilat do kenë afër tyre pastaj dhe mundësi më të mira për të pasur punonjës të cilët jetojnë gjithë vitin atje. Ky është një tjetër problem i madh që kemi, se ne mund të kemi shkëlqime disa mujore, mund të kemi numra të jashtëzakonshëm, por kemi faturë shumë të lartë për numrat që kemi sot, shumë të lartë, faturë për të mirëmbajtur vendin dhe që vendasit dhe rezidentët të mund të kenë të përditshmen e tyre të qetë me këto flukse që ne përballojmë sot. E gjitha kjo tani duhet menduar komplet në një logjik tjetër, duke qenë se ne nuk kemi dot fatin të kemi pasur, e kemi thënë, nuk e di, po unë kam thënë më të tjera, nuk ka në një besoj në një kompleks ta themi, ne nuk kemi pasur në një koloni, ne nuk kemi pasur miniera e madhe, s'kemi pushtuar asnjëherë. Jo, po si kemi pasur dot. Dhe nuk është ndonjë virtyt kjo që nuk e kemi ndërtuar dot, që të kemi ndërtuar të gjitha bazat dhe po themi gjithë qytetrimin tonë ja 200-300 vjet përpara. E tani jemi duke marrë me detajimin dhe me finiturat. Neve po ndërtojmë një qytetrim në kuptimin e një infrastrukture të plotë ekonomie, tani, në pak vite, në një dekadë gjysmë, sepse ne 2 dekada deshu vra me njëri tjetër. Dhe në një dekadë gjysmë kemi që po ndërtojmë shtet. Tani, a na vjeni natë që shtetin po ndërtojnë socialistët apo jo, më falni, po ky nuk është problemi i socialistëve. Domethënë, nëse do ziheshim se kush ishte më i miri për të bërë shtet, garantoj që socialistët do kishin hapur vend, e do kishin dhënë gjysmën e vendit për të bërë shtet me të tjerë. Ne vim nga, unë jam themeluesi i Partisë Demokratike. Mua nuk është se gjithë socialistët e vjetër më shohin me jo pa çudi, më shohin me çudi sepse jam atje, po sepse është forcë e emancipuar, është e hapur dhe ka qenë e hapur për njerëzit dhe ka bërë këtë lidhje me njerëzit dhe njerëzit janë atje. Tani atje ka dhe njerëz që natyrisht që ne mund mos ta përqejmë tek e tek. Por çështja është se si kjo parti për emancipimin dhe për europianitetin e saj, për qytetarinë që përfaqëson, për pjekurinë që ka treguar në momente kyçe që vendi ka pasur, ka lëshuar ka lëshuar terren, ka dhënë pushtet, ka lëshuar pushtet, kur ka qenë e domosdoshme ka bërë gjithë llojet e lëshimeve që vendit e së përpara. Tani në këtë moment ne nuk mund t'i lëshohemi si më thënë një aventurizmi i cili nuk ka asnjë lloj asnjë lloj bazamenti, kupton që mund të ulemi dhe të diskutojmë para një projekti. Vetëm me dëshira nuk mundet dot që ne të bëjmë Shqipëri dhe shtet. Pra, domethënë, ne duhet bëjmë që kështu siç kemi punuar për shtetin, të mblidhemi tani dhe ta përsosim të vepër. Së pari hyrja në Bashkimin Evropian, ju e dini që është domosdoshmëri për ne sepse duhet hyjmë në tregun unik. Është e pamundur, nuk konkurrojmë dot më të vetëm. Shikoni ç'a ndodh me parcelat, shikoni ç'a ndodh edhe në bujqësi, shikoni ç'a ndodh me antikoperativitetin tonë. Ne kemi problem të punojmë në grupe dhe të shesim kolektivisht, të prodhojmë kolektivisht, ta trajtojmë Vlorën kolektivisht, ta mendojmë ofertën e turizmit të Vlorës, jo tek lungomare aty ku jam unë dhe 2 mure nga 2 krahat. Po ai aty duhet të jetë turisti që ka shkuar në Kanin, mbas dite e kam marrë, kam thënë njeriu të ma çojnë Butrint, pastaj e kam çuar nga mbrapa në Dukat, pastaj e kam çuar te në Bylys, ta shëtis që ai të vi prapë, të sjellë kushurinë, të sjellë njerëzit, duhet të dalim nga mentaliteti që mos më iku vakti sot, më dolën nga hoteli. Dhe kjo gjëja po nuk e bëm që të gjithën këtë ta bëjmë, po kështu duhet bërë transporti. Kështu duhet bërë taksit në Sarandë Samiri që në 75 euro. Bashkia ndërhyrjes sot është 25 euro. Ishte një tmerr të shkojë deri në Samil. Pra politika
bashkësi, bashkëpunime, grupe, shoqata. Domethënë, sa më tepër të kooperativizohemi, më vjen keq për fjalën, nuk mund ta zëvendësoj dot fjalën, ne na lidhet me memorien e keqe të kohës së viteve të fundit të komunizmit. Se kanë shpjeguar komunistët kooperativën. Por është e domosdoshme që ne të mund të bëjmë ekonomi mase, ekonomi shkalle, të bëjmë numra të tillë për aq sa kemi. Dhe një nga ekonomitë më kryesore që vendi e ka lokomotiv dhe që është, si më thën, flamurtare, po themi, mirëqenies në vend është turizmi, mikpritja. Pra, trashëgimia, turizmi, mikpritja, eventet, aktivitetet e ndryshme, jeta, gjallëria, kreativiteti, artistët, inovatorët, njerëzit që vinë, që mund të jenë dhe me shtetësi tjera, nuk ka asnjë rëndësi, por të cilët gjejnë në Shqipëri një ambient që është i mirë për artistët, i mirë për krijuesit, i mirë për njerëzit që kanë shumë imagjinat dhe shumë fantazi. Këta njerëz, natyrisht nuk përjashtojmë njerëz tjerë, por ideja është që të pjekim kushte, që të kemi një shoqëri e cila lidhet me këtë industri të mikpritjes dhe me industrinë kreative. Pse e them të gjithë? Sepse për momentin nuk e kemi dot mundësinë që të shkojmë në nivelin e rritjes regjimit fiskal, të barës fiskale. Nuk është kjo që duam të bëjmë me njerë, sepse të gjithë investitorët... Po për ata që na ikin jashtë, se rreth 1 miliard e ca euro na ikin jashtë në këto shoqëri turistike, në Turqi, në Greqi, në... Po patjetër. Po patjetër. Pse duhet ikim ne në rezorte të organizuara në Turqi dhe mos kemi rezorte të organizuara në vendin tonë, të cilat të kenë oferta, të cilat mund të jenë në muaj. Pa duhen taksuar një çik këto shoqëri që na eksportojnë paranë jashtë? Ajo është një lëvizje që vjen për shkak. Unë mendoj më shumë se ajo lëvizje bëhet sepse ne nuk kemi mundësi ta përballojmë atë lloj oferte. Pra ne nuk e kemi atë ofertë. Ne vetë po themi që nuk duam, pra po dalin po themi s'duam rezorte sepse ne duam që ta shkelim rërën me këmbë vetë, të jemi vetëm ne dhe zogjt atje. Tani ne duhet ta ndajmë mendjen që në disa vende që janë shumë të bukura dhe për syrin, por që janë dhe potencialisht të rëndësishme për ekonominë, të gjejmë balancë. Se kjo është gjithë vështirësia, se për të vënë drynin, për ta ngrirë, për ta mbyllur, për të thënë që ne mbyllim qepenin, se jemi këtu, këtë e din ta bëjnë gjithë, puna është të gjejmë balancë. Po vazhduam kështu, do kërkojmë të dalim edhe me fustanella edhe me tirë. Jo, ajo nuk përjashtohet, por duhet kuptojmë që ajo të lë jashtë krejtësisht ecurisë që ka sot, po themi, trendi, jo vetëm global, por dhe ai i rajonit ku ne jemi. Pra shikojmë Mesdheun, shikojmë gjithë zhvillimet Mesdhe, shikojmë brigjet e Mesdheut, shikojmë nga poshtë pjesa jugore e Mesdheut dhe pjesa komplet lart, kanë zhvillime të këtij niveli dhe ne kemi disa mundësi që të gjejmë një ekuilibër dur. Tani kjo do bërë me shumë zgjuarsi natyrisht, do shumë urbanist mirë, do shumë studim mirë nga pikpamja e impaktit ambiental dhe mjedisor. Nuk diskutohet që këto gjëra duhen bërë mirë, por që ka ndodhur mrekullira edhe në zonat mbrojtura, ka ndodhur mrekullira edhe në Moçale, ka ndodhur mrekullira edhe në zona që janë shpëtuar nga zhvillimet që janë bërë, sepse njerëzit nuk e dinë sot se nuk e kuptojnë, por për shembull sot ne e shohim Butrindin si është. Por nëse ne nuk pastrojmë kanalin e Vivarit, nëse ne nuk pastrojmë hyrjen e ujit, masën e hyrjes ujit kripur dhe masën e daljes nga liqeni të ujit ëmbël, që kanë një raport, po themi, të caktuar që gjithë krijesa dhe gjithë specie dhe gjithë biodiversiteti aty të ruhet, që nga midhjet që mund të jenë edhe të rezervateve, po deri te gjithë krijesat e tjera dhe gjithë ka një emër këto që si quhen këto të ujit, pra që janë krijesat e ujit që janë të gjitha këto, pra që këto të jenë të garantuara, duhet që ne të kujdesemi që shtrati i kanalit të jetë si ai para 100 vjetëve, sepse ai nga gjithë mbetjet, prurjet dhe nga gjithë papastërtitë dhe nga gjithë përmbytjet e tjerë që mund të jenë krijuar, sot është 2-3 metra më i lartë. Dhe është një punë që nuk duket. Dhe është një punë që nuk duket, dhe është një punë që do bëhet nga Ministria e Bujqësisë, pra ka një projekt për ta bërë, por do ndërhysh në këto zona, duhet i mirëmbash këto zona, duhet po kjo gjëja e gjitha, nuk është se është një gjë që nuk ka kosto. Dhe këto kosto gjitha dalin nga një buxhet, por ky buxhet nga vjen? Nga ato taksa që po themi, po s'pati një ekonomi në real estate, në ndërtim, në turizëm, në faturim, në kuptohet që dhe formalizimi ka një rëndësi shumë madhe, sepse ne kemi pas dhe një kulturë të madhe anti-ligj në kuptimin e informalitetit. Kështu që e gjithë kjo, po kjo nga vjen sepse ne jemi këtu prap, po ne jemi. Po ne jemi gjithë ne, nuk është se janë marsian. Pra ne jemi ata që nuk e honepsim vetë deklarimin dhe të deklaruarit e asaj që faturojmë, që nuk duam as të faturojmë, por nuk duam në njëherë dhe as të na japim faturë, se e kemi për turp,
Dhe kjo gjë është ajo që ne duhet të Ne lëm bakshish në supermarket, te kasieri i supermarketit. që duhet ta kuptojmë që domethënë nëse nuk duam që të kemi papritmas një rritje të barës fiskale për shkak se nuk do të dali aritmetika e shtetit, e buxhetit shtetit, dhe në rast se nuk duam të rrisim deficitin e brendshëm që ne kemi sot një nga më të mirët në Bashkimin Evropian, dhe na duhet që ne kur të hym me një nivel deficiti publik shumë të ulët, e kemi gati ke 50%, ka shtetet Bashkimit Evropian që kanë mbi 100%. Kupton? 180% dhe ka Greqia, dhe ne nuk e kemi, Italia. nuk e kemi, jo vetëm që është nga më pozitivët, po nuk mund të shkojmë të futemi në borxhe. Nuk mund të shkojmë domethënë se ne po flasim tani për brezat që vijnë, por ne nuk mund të lëmë brezat që vijnë në borxhe që të jetojmë ne sot. Pra domethënë ideja është që kjo e gjitha do një refleksion pak edhe më nikoqir me njëri tjetrin që domethënë çuna çfarë do bëjmë, çuna goca çfarë do bëjmë, si e mendoni këtë punë? Mendoni që këtu mund të prodhojmë para, mund të printojmë para. Mirë administrimi është një gjë, o burrat bëjmë ç'është mund. Mirë administrimi, eliminimi i abuzimeve, eliminimi i shpenzimit paras në mënyrë jo të zgjuar, jo ekonomike, jo drejt. Kjo është një gjë, transparenca, proceset, procedurat, lishmëria, etj, ndëshkueshmëria, etj. Po ama nga ana tjetër ka një aritmetik në fund, do duhet të jemi kreativ me këtë vend që kemi dhe do duhet prodhojmë ekonomi në këtë vend që kemi me maksimumin e kthimit të investimit që ne kemi mundësi të bëjmë. Dhe kjo gjë nuk bëhet nëse ne dorim duke menduar që jeta siç e njohim sot në Shqipëri mbaron këtu. Shqiptarëve ju pëlqen shumë Antalya, po pak veta mendojnë që ajo Antalya është ngritur mbi Këneta, mbi Ligatina, që mund të kenë pasur ca specie, po ato specie tashmë kanë gjetur mënyrën se si të mbijetojnë në kushtet të bashkëtesës së njeriut edhe të faunës. Zoti Gonxhe, një pyetje të fundit për turizmin dhe shoh që je involvuar dhe ke të drejtë sepse është burimi kryesor i ekonomisë tonë, kam frikë se do jetë edhe për një dekadë tjetër ose ndoshta edhe për më shumë. Po apo punohet në drejtim të turizmit kulturor, sepse unë kam në Vlorë kam fqi një italian milanez që ka bler shtëpi aty. Madje në pallatin ku janë disa që kanë bler shtëpi aty. Dhe kur e çova në Bylus dhe i tregova historinë u habit. Tha, nuk e dija. Kur i thash do të çoj në Orikum, pse tha pas ka edhe një tjetër? Po. Dhe i thash, pak më larg këtu është Vlora e vjetër, pastaj të çoj edhe në Apolloniku kanë studiuar, i thash. Mantja, gjëra, ka gjithë ato. Kanë studiuar perandor romak dhe ai filloi dhe mirë, po ne jemi pak dobët. Nëse ti hyn në Vlorë, nuk ke një flet palosje që tregoj ke këtë. Dhe është një budallëk pastaj që ndalojnë për të fajtur në Orikum duhet kalosh te një ushtar i cili nuk e di se çfarë ruan aty. Kam përshtypjen se ai është hequr, megjithatë. Ai kanë hequr, nëse e kanë hequr, si vjet nuk e kam testuar. Ai është hequr, por ne jemi në një epokë edhe këtu, se aq shumë e respektojmë unë paktën situatën që jetojmë, aktualitetin, sa që më duket se çdo gjë që them, për shkak se përfaqësoj dhe ministrinë që drejtoj, më duket sikur është një dialog me një pozicion proteste në këtë moment. Edhe këtu ka për të folur, për të thënë që jetojmë në një botë dhe jetojmë në një kohë ku shumica e atyre shteteve që ne i shohim sot me një admirim të vazhdueshëm shpenzojnë në buxhetet e tyre sot për armë dhe për armatimin dhe për sigurinë dhe për detyrimet ndaj pakteve të reja që NATO me të drejtë i bën të detyrueshme miliarda. Edhe Shqipëria nuk është e pa ekspozuar nga detyrimi për të bërë detyrimet e veta, megjithëse ne mund të mendojmë se jemi një vend i vogël e çdo na ndodh ne, kush do na sulmojnë ne, por janë detyrimet të cilat janë si antar i NATO-s e tjerë. Sot të gjitha tavolinat kryesore më të rëndësishme të botës në Tryezë nuk flasin për investime në kulturë, nuk flasin për investime në trashëgimi kulturore. Pra sot kemi një problem tjetër. Dhe sot detyra e ministrave të kulturës, ky është portofoli tjetër ministri, është nga më të vështirat sepse është zëri i fundit shpesh në ato tabelat e Excelit të buxheteve. Kështu që unë jam shumë themi mirë me veten dhe mirë me faktin që drejtoj një ministri në një qeveri, si qeveria shqiptare që e ka kryefjalë pjesën e rilindjes në përgjithësi, po themi qytetare, por në kuptimin e rilindjes urbane dhe programi që ne së fundmi kemi deklaruar që është bërë publik dhe nga zoti Demos si përfaqësuesi, po themi,
i Ministrisë së Shtetit për pushtetin vendor dhe si një ish-kryebashkiak, bashkiak, po dhe njëri me eksperiencë i takon pjesës së dinamikës së qeverisjes vendore, dhe tani ne po lançojmë Rindjen Urbane 2.0, pra, që është një program i cili tani fillon merret me jetueshmërinë, mobilitetin, transportin publik, parkimet, molet, portet, marinat, pra ekonominë në nivel komuniteti, lokale, bregdetare, malore, po themi gjithmonë të lidhur me turizmin, sepse nuk ka turizëm pa këto që ne po themi. Pra turizëm pa transport ndër qytetas vështirë se do ketë. Turizëm vetëm me makina private nuk mund të ketë, sepse nuk është fizibël, nga pikpamja e numrit të atyre turizme që ne presim. Turizëm pa trena s'mund ketë. Turizëm pa një transport, si me thënë, dhe pa aeroportin e Rit Vlorës dhe pa zgjerimin e portave tona hyrëse, portave kryesore, etj, dhe këto janë sfida shumë dha. Por gjithë kjo pjesë ne po hapim tani, që është një kapitull i ri, dhe kuptohet sa më shumë rritet steka, aq më shumë rriten nivelet e vështirësisë implementimit të këtyre projekteve. Janë projekte shumë vështira, e kemi parë me aeroportin e Vlorës, e kemi parë me Porto Romanon, e kemi parë në shumë nivele, ka vështirësi të larta të ekzekutimit të këtyre projekteve. Dhe është normale, nuk kemi më para 15-20 vjetëve, kështu që edhe ndonjëherë ka dhe problematika, ka dhe vonesa, ka dhe themi tepër që po ndryshon komplet një strukturë e po ka, sepse janë flukset caktuara të cilat dhe plus që gjithmonë ka dhe interesa tjera nga ato tonat për zhvillimin ton si një korridor strategjik në rajon. Edhe xhelozi. Edhe natyrisht që interesat që janë në rajon për rolin dhe pozicionin ton gjeografik nuk janë gjithmonë nuk janë për tu ignoruar, sepse domethënë është një pozicion shumë i rëndësishëm ky që kemi. Pra Maqedonia e Veriut, Kosova dhe më tutje kanë shumë nevojë që dalin në detin e Adriatik dhe nuk i kanë mundësitë që këtë ta bëjnë me si me thëmë, me shtetet tjera përveç se me Shqipërinë. Kështu që kjo gjë është shumë e rëndësishme dhe kjo e gjitha na ka sjell tani që të kemi një moment ku jo vetëm që është themi niveli i një jetese në kuptimin urbane apo të një jetese e cila lidhet me komunitetin, me qytetarën, jo vetëm përfshirja, mirëqenia e tij, angazhimi i qytetarëve, pjesa që ata kanë në këtë rritje ekonomike që është tashmë shpërthyese, por që nuk përkthehet gjithmonë në rishpërndarjen e duhur. Pra duhet kemi tani mekanizmat që kjo të shpërndahet në mënyrën e duhur, të ketë një ekuilibër, që të ulet polarizimi, të ulet kontrasti, të ulet si me thënë marginalizimi, të ulet diskriminimi në njërë ekonomik që ndodh, të ulet shfrytëzimi i gabuar që i ndodh kapaciteteve të caktuar, të ulet gjithë shka që lidhet me, si themi, interesin publik dhe të, si me thënë, të çdo individi që nga kjo ekonomi që rritet të marri më të mirën e vetë. Kuptohet, tu pastaj ka investime që lidhen me shkollat, me arsimin e tjerë. S'mund t'ju bëj dot gjithë panoramën e gjithë qeverisë, sepse është sa më shumë e flet, besoj aq më shumë neve na dridhen këmbët, sepse është shumë e madhe si gjë, sepse kudo ku ndërhyn, duhet të analizosh mirë nivelin e popullsisë, lëvizje, demografin, interesin. Ne themi që erdhëm në Tiranë. Një minutë, se është një shprehje shumë e shkurtër dhe nuk shpjegon gjërat. Erdhëm në Tiranë, se kishim qejf për një jetë më të mirë. Tirana është kryeqyteti që po shtohet me mbi 20.000 banorë çdo vit. Nëse Shqipëria ka akoma problemin e migrimit në tërësi, një pjesë e Shqipërisë migron në Tiranë dhe një pjesë e shqiptarëve migrojnë për një jetë më të mirë dhe mundësi më të mira jashtë. Unë e theksoj, nuk është më emigracion që lidhet me faktin që nuk ka alternativë. Është një emigracion zgjedhje që ne jemi gati për një jetë shumë herë më të mirë. Dhe kështu që normal, pse mos shkojnë në Gjermani ta provojnë një herë? Pse të mos shkojnë në vende shumë përparuara nga ato që kanë pas, nga ato zhvillimet që bazamenti është vënë 300 vjet përpara, që ne nuk i kemi pasur dot dhe si mund të jemi ne të barabartë me ato shtete. Kështu që këta njerëz, këta individ, këta duar trokiten nëse duan të provojnë një sfidë më të madhe në jetën e tyre, sepse janë të gatshëm për një jetë që i shpaguan më mirë për atë që ata janë. Dhe ku ta gjejmë që kjo të ndodhi? Ka dhe grek dhe italian që emigrojnë. Po ama një pjesë e mirë e tyre, ndoshta më shumë se gjysma vinë të gjithë në Tiranë. Po në cilën Tiranë? Në Tiranën e cilit transport publik, në Tiranën e cilit si me thënë, e cilës zgjidhjet parkimeve, në Tiranën e cilës zgjidhje urbane. Dhe pastaj krijojmë situatat që në Tiranë jemi në vende ku kemi presion që të blejmë, se do futemi që të blejmë. Ky presion ndonjëherë përkthehet gabim te një pjesë e madhe e shoqërisë. Sepse ndërsa dikush mbledh lekët me fëmijët, me familjen, me gjërat dhe e blen me 1.800 euro tek farmacia 10,
dikush tjetër nuk ka mundësi kur si çiftëri ta blej me 1.800 euro, se nuk ka gjithë jetën për blerje të apartamente. Kjo që ka krijuar si themi, një treg i cili është i pa arritshëm për një pjesë popullsisë. Tani këtu duhet shteti ndryshë me politika shumë forta, strehimi social, strehimi përballueshëm, rinia, familja, fëmia, martesa. Po e kuptoni se çfarë fatura janë këto. Në fakt, domethënë janë, dhe këtu nuk kemi folur ende për pensionistët. Pra po themi, është edhe fatura e madhe e gropës pensioneve që erdhi nga 600 e ca milion euro, u ul në 180 milion euro në vitin që unë isha ministri i ekonomisë dhe i kulturës dhe inovacionit, dhe ne ndiqnim gjithë ecurin e shërimit të skemës pensioneve nga gropa e bërë nga vitet që opozita jonë sot ja kërciti skemës pensioneve, si erdhi përmbar dhe atë pasoj që solli punë të paregjistruar, punë të padeklaruar, kontributet pa paguara, ajo e gjitha rëndon gjithë skemën që ne kemi sot. Tani do mundohemi që rrisim pagat që të ushqejmë skemën. Ushqejmë skemën, të ulim gropën, që kanë bërë ata para nesh. Po ai që vjen i ri sot dhe del atje dhe është pjekur para 10 vjetëve, që ka filluar të jetë në moshën e pjekurisë, ai nuk e di fare sepse prindi i vet, gjyshi i vet është në gjendje që është sot. Dhe thot, ti je kryeminist, ti je ministri i ekonomisë. Po dale more se ka një skem e cila varet nga kontributet dhe nuk mund t'ja bësh gropën shoqërisë nga ana tjetër, të heqësh rrugët, investimet, marinat, ato që duhet t'i japësh për zhvillimin ekonomik, dhe kjo gjë kërkon kjo ka një fazë tranzitore, më vjen keq që e them se ne nuk ka pëlqen as fjala tranzicion. Po duhet ishte bërë më përpara kjo punë. Po kemi filluar, e thash se kur kemi filluar. Dhe kemi ndaluar një periudhë kohe për shkak të 2-3 situatave që kanë qenë, njëra globale, pandemia, tjetra ka qenë natyrale, nuk e çai bën tërmeteve, që të ulin gjyrë, duheshin 2 miliardë euro për tërmetet. Dhe ti do ndalosh nga investimet e tjera në ekonomi, dhe kjo të jep një prapakthim në projeksionin që ke pas në ekonomi. Kështu që gjitha kjo si histori, duhet të jemi pak më të kujdesshëm dhe të themi, ore këta, nuk i duam ne, po a mund të dëgjojmë mirë se çka kanë për të thënë, se mos ndoshta kuptojmë ne gjë për veten tonë, pa mirë kemi nda mendjen se nuk i duam më këta. Kupton, tani ne duhet kemi edhe një çik respekt edhe për inteligjencën e njëri tjetrit. E kupton se nuk mund të jetë dot historia vetëm kështu bardhëzi. Domethënë vetëm dil në një podcast kërcitja merr 33.000 like, 100.000 shikime, e ndaje, e kupton, pa nuk mund të bëhet kështu. Shiko, këto janë like rrjetet sociale që nuk është të çojnë në një peshë të madhe. Është një realitet i rrem i cili ta i vjen në mend, ja po do na kushtoj gjithë, nuk e kanë idenë se që edhe mosbesimi kushton. Një shoqëri bazohet mbi besimin. Edhe nëse do duash nesër të bësh një formulë të re taksash, me çfarë besimi do e bësh? Nëse do i thuash qytetarëve që më jep jo 15%, po dua 30%, se do të jap 1, 2, 3, 4, 5. Me çfarë besimi do e ndërtosh? Po do fillojmë me një herë hajdu të doni t'i villni për veten. Më ka bërë përshtypje një herë, një ambasador në një vend të rëndësishëm më tregonte se si përfaqësuesi i Ministrisë emigracionit të Izraelit kishte shkuar në këtë vend, një vend i rëndësishëm europian, kishte mbledhur diasporën izraelite dhe ju kishte thënë kemi nevojë që juve të ndikoni, kishte thënë në ekonomi, në ndihmat që duhet i jap shteti jon për Izraelin, duhet të ndërhyni në media që se si paraqitet Izraeli dhe aksionet e tij, dhe duhet të paguani. Dhe në fund të mbledhjes, të gjithë këta hebrejt e këtij vendi kishin mbushur çeqet secili sipas dhe nuk ishin çeqet dhe asnjëri nuk kishte ndëitur t'i thoshte aty o ti e hajdut do t'i vjedhësh për vete, o ti çfarë do t'i bësh këto para. Pra, ka një lloj mirëbesimi midis shtetit të Izraelit dhe emigracionit të tij ose shtetasve të tij. Prandaj kjo kazëm që po i vëm një pjesë, fatkeqësisht një pjesë ka humbur çdo besim, nëse mund ta quajmë kështu. Kjo kazëm që po e ngul, një trupi të plagosur, që është shteti shqiptar, që është nocioni i shtetit shqiptar, nuk kemi ne, por që është arkitektura e shtetit shqiptar në kuptimin e besimit, të imazhit. Kjo kazëm që po i ngulim nga mbrapa dhe që pastaj e themi që po s'ka problem se kush e nguli apo nuk e ngula unë apo e vërvisim dhe nuk merret vetë kush e vërviti. Është një kazëm e cila kushton sepse ndikon në atë që do duhet ishte një besueshmëri dhe më e lartë e shtetit shqiptar si projekt. Dhe ky projekt nuk mund të jetë dot që zhubravitet një herë në kaq vjet dhe hidhet për tokë dhe pastaj do ta marrim prapë që ta drejtojmë dhe ta kthejmë në një plan pune. Kjo gjë nuk bëhet kështu. Pra kjo gjë nuk mund të jetë. Dhe kjo pjesa që ju thatë se më mbeti ajo në mendje që burgu. Domethënë,
kemi dalë dhe të gjithë luftojmë që të kemi të kemi një gjithë shenjë që janë drejtat e njeriut. Domethënë si mund të vendosen gjërat dhe çfarë duhet? Do dalim me çomange në rrugë dhe do themi marrin filanin, sado e madhe të jetë revolta ndaj diçkaje, sado e madhe të jetë indinjata ndaj një fenomeni, sado e madhe duhet të jetë në thelbin e revoltës duhet të jetë, por gjithsesi ne duam që të ketë një rend ligjor, ne duam që të ketë një gjykim bazuar në drejtat e njeriut. Si mund të jetë kjo gjë? Po si mund të merren njerëzit dhe thuhet në burg i parë, i dytë, i tretë, i katërt, do ketë procese, do ketë natyrisht mund të jetë, por nuk mund të jetë dot një zgjidhje, një lloj klithme e tillë që ku diun, është një gjë që nuk funksionon, e gjitha është e gjitha. Si protestuesi vjetër e dini shumë mirë që kjo është ai afshi që kap turmat, po që s'ka asnjë lidhje me realitetin apo jo. Sepse edhe megjithatë po dolin ca paruba komunistët në litar, pensionistët në hanxhar, po për fat ishin shprehje të llumit të popullsisë, nuk ishin shprehje që artikuloheshin nga studentët ose nga pedagogët. Një pjesë e mirë e tyre që mund të artikulojnë sot, ne presim, të gjithë presin, të kenë një artikulim shumë herë më rrezatus në kuptimin një pasqyrë shumë herë më perfekte në rast se po luftojmë një imperfeksion, po themi, apo po luftojmë një pjesë që ne duam ta portretizojmë si e keqja jonë. Kupton, po ti si mund dalësh, unë e di që nuk mund t'i lexojmë gjitha, nuk mund t'i shohim dot gjitha, unë nuk kam mundësi t'i analizoj dot një për një gjitha, por mlefi dhe shpeshherë vreri në mesazhe, gjuha, fjalori nuk ka lidhje me një protest që të ketë në shpirtin e vet, si më thën, rikthimin ose po themi rindërtimin e një jo, rindërtimin e një koncepti qytetar mbi shtetin, mbi jetën dhe mbi jetesën, si më thënë, në mes nesh, domethënë kuptimin që e shikon dhe të vjen keq, sepse shikon njerëz si përdorin një gjuhë që kanë një moskokçarje dhe një ignorim total ndaj taktit, ndaj rëndësisë që ka fjala, ndaj një akti i cili shikoni, po të shënoni, po të bëni një mesazh online publik, është një akt publik. Domethënë, të dalësh në një tribunë është një akt publik, të shkruash diku në faqen apo në profilin e dikujt është një akt publik. Ai është një person publik ose nuk është një person publik, po ajo që ti bën është një akt publik. Domethënë, nuk mundet dot t'i lejosh vetes çdo gjë. Gjithë farë lloj fjalësh dhe fjalorësh, deri nga familje, fëmijë. Pra nuk mundet dot që ta Kjo është defekti i qeverisë tuaj, sepse u tërhoq një herë dhe dua të kujtoj vetëm diçka. Janë standarde që ne po të penalizojmë dizinformimin e këtij niveli ose sjelljen e këtij niveli duket sikur bëjmë. Ky nivel frenohet sepse në një shtet normal, në Itali për shembull, është policia e postave, ku ti nëse bën një koment ofendues ndaj tjetrit, ty të gjen belaja me ligjin. Dhe në këtë fushë duhet nxjerrë një legjislacion. Doli një herë me idenë që me që jemi në fushën e kulturës. Ishte një nga temat e kauzat e protestës. Domethënë, duam shtet ligjor në kuptimin që të funksionojë dhe pushteti në fjalë. Pra, ja ku e the policia ose policia e postave. Ose ku diun, domethënë po që ne po dëgjojmë. Jo, e bët dhe u bë një projekt ligj dhe ju la portaleve që duhet t'i seleksiononin. Në fakt, në botë nuk e seleksionon portali, të seleksionon ligji. Dhe nuk e harroj një koment ku njëri kishte ofenduar një komentues dhe i thot, ty tash të gjeti belaja, i thot, sepse unë e kam fotografuar me komentin tënd, do ta çoj te policia e postave dhe jam avokat. Dhe ca vite do jetoj me gjobën që do më paguash ti, thoshte. Sepse të jesh njeri publik, dhe ky është një ndër fatkeqësitë e mëdha që sot ke shumë intelektual dhe politikan që tërhiqen nga posti tyre nga bullizmi që ka rrjeti kundër atyre. Ne si gazetarë ndjejmë më shumë, po edhe kjo duhet marrë një drejtim ligjor, sepse dua të kujtoj këtu frazën e një kandidati të PDK-s në Kosovë, Hakim Orina, emigrant, antari i UÇK-s etj, kur priti emigrantët e ri që i vajtën në Zvicër. Edhe ata u tmerruan nga ligji, plerat s'mund t'i nxjerrësh çdo ditë, parkimi s'është,
Ore, po këtu qenë ka diktaturë, tha. Po. Jo, demokracia është vetëm 1 ditë në 4 vjet, ju kishte. Po. Këtu kusuri është diktaturë. Dhe sa duket neve s'pomsojmë dot me këtë. Po, unë e thash, e nisa me këtë dhe ndoshta e përfundove shumë mirë. Unë nisa me këtë dhe thash që vështirësia shpesh që kemi që të pranojmë që është shumë komplekse pjesa e jetesës në demokraci dhe këtu pastaj është bashkuar dhe mos funksionimi, pse jo, ka shumë shërbime, ka shumë zyra, ka shumë ente, ka shumë nivele të caktuara që kanë të bëjnë me punë përditshme për qytetarët që ndoshta nuk janë nivelin e dur dhe që krijojnë një lloj pakënaqësie në shumë prej këtyre zyrave ose tjera. Unë jam munduar më përmende DPSHDR-n dhe nuk i rash mbrapa, po që jam munduar që sa herë që jam thirrur në detyrë dhe unë edhe shumë kolegë tjerë jam munduar njësoj, që sa herë që jemi thirrur në detyrë ti përmirësojmë shërbimet, ta bëjmë jetën e qytetarëve më të lehtë. Procedura, kokçari, angari, ti eliminojmë sa mundemi. Digitalizimi ka eliminuar shumë. Dhe të mbesi ajo që ke ndërtuar dhe ka mbetur aty se vajta të rinovoja patentën. Dhe të ndërtohet një sistem, se pas sistem nuk funksionon asgjë, por domethënë është e padrejtë dhe është aq më tepër e pandershme që duke ditur se ndoshta ne nuk e kemi një dënim të asaj natyre që përmende, që ne nuk e përndjekim mesazhin kundër, që ne nuk është e pandershme që me këtë rast të lëshosh çdo gjë online. Pra domethënë, nuk e di sepse është një shoqëri e cila ndikohet nga kjo gjë. Kemi një brez të ri i cili po lexon tani tweetet apo ku diun TikToket e para dhe mesazhet, domethënë është një sulm aq i egër në online, i cili është pa asnjë filtr, kupton? Është një tmerr. Domethënë për ata që jetojnë sot dhe që do përballen me këtë lloj lumi, mallkime, sharje dhe gjëra të cilat nuk janë se dëmtojnë domethënë vetëm qeverisjen apo ku diun dëmtojnë komunikimin ton, po është një klim shumë e pashëndetshme për gjithë shoqërinë, nuk mund të jemi këta. Pra ideja është që okay, çfarë duhet bërë që të reflektojmë së bashku për të bërë një paqe më të qëndrueshme, ku diun për të pasur një paqe sociale më të qëndrueshme, për ta kuptuar njëri tjetrin më mirë. Ka shumë ndoshta edhe nga ana e shtetit për të bërë dhe unë nuk e di për sa më takon, po mundohemi shumë, ja u thash, kam pozicion shumë vështirë, sepse punoj me një pjesë të mirë të këtyre portofoleve, të cilat kanë brum material njerëzor, të cilët unë i shoh, i perceptoj që janë që artikulohen edhe në protestë dhe mundohem që ta kuptoj, mundohem të shohim procedurat, mundohem të kuptoj si pse ngjet kjo gjë, çfarë si ky shtek për atë pjesë flas që më takon. Pjesa tjetër urrejtëse, mallkuese, që po i prish punë edhe atyre që janë një pjesë më civile. Shumë më civile e protestës, i prish shumë punë, kupton? Ka bërë që nuk e di domethënë, jemi në një situatë që më duket se po zbutet. Domethënë, liria e protestës nuk mundet do të kthehet në një dëm për ata dhe për gjithë vendin dhe për gjithë kulturën shoqërore tonën, sepse do rrezikon që të jetë një gjë që do doj shumë më tepër mundë, djerse, fonde e tjerë që ne ta riparojmë këtë lloj, themi, avarie që po na ndodh në këtë moment dhe që duhet dalim nga kjo gjë me mësime dhe me përfitim si shoqëri. Jo të dalim të humbur gjithë nga kjo që po ndodh. Uroj që mos dalim të humbur gjithë. Një humbur se dim që është nga kjo protestë, që është Saliu që ja morën dhe sheshin, ja morën gjitha, po që kjo humbje është e përballueshme në shoqërinë tonë, sepse Saliu s'ka qëllim, jam i bindur për të gjë që s'ka qëllim, jam i bindur gjithmonë më shumë, s'ka qëllim as ardhen pushtet, as alternativën e një qeverisë ndryshe, Saliu ka tjera interese. Por që të humbim të tërë nga kjo gjë nuk është e zgjuar për shpresoj që momentin që jetojmë. Qeveria edhe juve reflektuat ka nxjerrë mësimet e veta dhe protestat të nxjerrë mësimet e veta. Besoj se kjo është edhe kryesorja. Protestat bëjnë mirë deri në momentin që nuk degenerojnë. Shpresoj që kjo protestë mos degenerojë, sepse kam frikë se është në atë tehtike. Nga ne do kenë gjithë vëmendje, gjithë mbështetje nëse duhet, në kuptimin e atyre punëve që ne duhet i shohim edhe më me kujdes për të mirën e përbashkët. Nga ne nuk kam për të gjetur njerëz të cilët i lën punët mes, apo që ngrën flamurin e bardhë për shkak të një shantazhimi apo të një ultimatumi që nuk ka asnjë lloj arsyetimi. Kështu që kjo e dyta është, domethënë nuk është se dua ta them në sensin që ne jemi të pandjeshëm, ne jemi shumë të ndjeshëm
dhe jemi shumë gatshëm që kontribuojmë, ne jemi shumë gatshëm që të jemi të hapur me gjithë ata që duan të kontribuojnë, por që edhe me njëherë, pa asnjë vonesë, në çfarë do lloj institucioni që duhet të konceptohet për të arritur këtë bashkë kontribuim, por që qytetarët e tjerë, të cilët mund të jenë duke u merakosur se çfarë po ndodh, duhet të jenë qetë që fatet e vendit nuk do lihen Asin në thënjeshin, asin në në fatet e vendit nuk kanë për të mbetur në mes katorruve. Kështu që Zoti Komxha, më pëlqeu ky sigurim. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.